Edhe tani stepe, shumë njerëz stepe thonë, jo po kodi zgjedhor, jo po buxheti shtetëror, jo po policia që përdoret, jo I kemi dëgjuar të gjitha këto masakrat elektorale, justifikimin I kemi dëgjuar të gjitha dhe shumica të tyre janë të vërteta, domethënë fusha e lojës në Shqipëri është shumë e vështirë, edhe prandaj njerëzit stepen. Por pak rëndësi ka a I përket në një feje dhe ke lexuar libra të shenjta. Pak rëndësi ka a je fans I filmave shkencor fantazike apo fantasy. Në fillim në një filmi apo një historie apo mitet greke të lashta. Në fillim e keqja është gjithmonë shumë e madhe, është gjigande, ka kapur gjithçka, e në fillim është gjithmonë një grup I vogël njerëzish, të pastër, të pandotur, me dëshirën e mirë po ta mundur të keqen. Edhe më tregoni një film, një histori, një mit ku e keqja mundet duke ankuar, edhe duke mos e luftuar në mënyrat e veta, edhe duke mos e mbytur. Më tregoni një film, një libër, një mit apo një pjesë të librave të shenjta ku e keqja nuk mundet duke e luftuar. Për këtë që ju thoni, ka nga ata që risjellin në kujtesë protestën e 2018-s. Cila 2018-s? Të studentëve. Edhe çfarë thon për atë? Pra, ajo protest u shua pa bër asgjë. Pra, bravo. Kjo është frika tani që ju po thoni që për të mos dolur ajo, duhet futemi brenda sistemit që ta luftojmë nga brenda. Por si do I bëhet presion tani qeverisë? Jo brenda sistemit, jo brenda sistemit. Brenda rendit kushtetues. Si do I bëhet presion tani kësaj qeverie shumice dhe kësaj opozite që të pranojnë, të votojnë ato ndryshimet e kodit zgjedhor, ndryshime kushtetuese për referendume që ju jeni në Zvicër, se ka pasur dhe ide të tilla, e të tjera. Për të ndarë pak, domethënë grupi status quo thot që ne do bëjmë aq shumë persona që jo vetëm se Edi Rama do japi dorëheqje, por kuvendi duhet I detyruar të votojë ato që duam ne. Edhe unë që ditën e parë kam thënë, përveç se s'ka për të ndodhur, unë do jem kundërshtar I parë I juaj. Edhe pse unë dua të japi dorëheqjen Edi Rama, edhe pse unë I dua ato ligjet të realizuara, unë do ju dal kundër. Pse do na dalësh kundër? Po ja sot e zëm, ju keni të drejtë edhe jeni ana e mirë, edhe detyroni kuvendin e Shqipërisë me forcë, me imponim, se me vot nuk ka ardhur, ato vi me forcë. Edhe detyroni që t'i ndryshoj ligjet. Po shumë mirë, unë do jem kundërshtar I parë. Po pse? Po sikur të vi nesër se ju krijoni një precedent shumë të rrezikshëm. Ja vjen nesër dikush me miliarda, jo me dëshirën e mirë, me studentat, me Gen Z-in, po vjen me miliarda të blen njerëz edhe thot ndroj ligjet si dua unë. Domethënë ajo metoda që propagandohet po I quaj e grupit status quo, mos të lëvizi, mos të tjetërsohet protesta, që thjesht të bëhemi shumë, ai do japi dorëheqje dhe parlamenti do votoj ligjet tona ose do pranoj një qeveri teknike të cilën do ta vendosim ne. Kjo jo vetëm që s'ka për të ndodhur, jo vetëm që është nonsens, sa I parlamenti I krijimit që thon I krijimit do votoj ligjet që do I shkatroj ato individualisht, edhe do ja marri pasuri, do I rasi në burg. Kjo përveç se është nonsens, është edhe precedent shumë I rrezikshëm që duhet evituar, se çdo ditë mas 50 vitesh, 20 vitesh, 70 vitesh, ngrihet një grupim thot do bëhet si dua unë, edhe kthehemi në diktaturë. Kjo rruga e status quo-s, tash, nga një anë mund jetë naive, nga ato që nuk e kuptojnë mirë, nga ana tjetër është malinje se duan që të shpërbëhet protesta. Përballë kësaj, Kuvendi Kombëtar Qytetar do të bëj këtë. Ne duam që të gjejmë, kuvendi do përbëhet nga 300 persona. Do thirren deri më tani janë vetë deklaruar 800 mbi 800 persona, do thirren së bashku, edhe jo një ditë ngreni dorën edhe mirupafshim, por mund të zgjasin një javë ose më shumë se një javë, do ketë diskutime,
do ketë debat edhe në fund fare edhe do zgjidhen 300 persona. 300 persona që do përbëjnë kuvendin kombëtar normal. Ato 300 do votojnë edhe njërë gjysmën e tyre 150. Edhe 150 që është ai kuvendi kombëtar qytetar i cili do votoj rendin e kuvendit edhe do votoj kryesin e kuvendit kombëtar qytetar. Do thoni ç'a bëni me këtë? Ne do i përcjellim shqiptarëve 150 shqiptar, intelektual, artista, fshatar, bujk, me profesione të thjeshta, të lira, me akademi pa akademi. Ne do ngrem një kuvend me 150 shqiptar. Unë shpresoj nga më të mirët. Nuk mund të them më të mirët, se mund të ketë profesora që janë në Harvard, s'kan kohë, thonë më vjen keq, po s'kam kohë për kësu gjërash, po ato që janë të gatshëm, do kemi 150 më të mirët. Çfarë bën kjo? Kjo rrit presionin ndaj kuvendit ose quhet ndryshe parlamenti i Shqipërisë. Pa një strukturë paralele, se ju thatë pak më lart që një rendin kushtetues për të mos vendosur precedentin negativ. Tani ky është një kuvend paralel, ai parlamenti në real është me 140, ju do ta bëni me 150. Patjetër, edhe ky nuk është një institucion paralel. Ky thjesht është një përzgjedhje e 150 më të mirët. Edhe çfarë bën kjo? Kjo ja çon pasqyrën parlamentit që kemi sot, të cilët shumica janë me diploma të blera, pa background të mjaftueshëm, edhe shqiptarëve. Por çfarë ndodh pas kësaj? U bë dhe kjo. Okej, u bë kjo. Çfarë ndodh pas kësaj? Tani, kuvendi kombëtar qytetar nuk është mbledhur ende. Nuk është formalizuar ende. Prandaj, kjo që do them unë nuk del nga kuvendi kombëtar qytetar. Kjo është bindja ime. Edhe ky është motivimi përse unë jam i angazhuar. Domethënë, du ta ndajmë këtë që mos e thot dikush, ja doli tani plani i vërtet. Ky nuk është i diskutuar me jeni në fazën e diskutimeve dhe të ideve. Akoma nuk është formalizuar. Kjo është bindja ime personale. Edhe siç folëm që parë, kjo loja quhet vot, kjo loja quhet zgjedhje. Domethënë, demokracia njeh zgjedhjet, edhe golat janë votat. Por ju nuk më përmendët diçka, sepse më shpjeguat pak më lart që do ketë një kuvend, siç është kuvendi real, do ketë një kuvend qytetar, po s'më keni përmendur pse mos ketë një qeveri? Sepse tek platforma që u shpërnda pak ditë më parë në media, u fol edhe për një qeveri që do krijonte ky kuvend, apo jo? Qeveri teknike. Po. Po, aty do shkoj. Sepse janë paralelisht kuvend, qeveri. Aty do shkoj. Domethënë, kjo loja, demokracia njeh lojën e zgjedhjeve. Golat janë votat. Edhe nëse duam të rrim të rendi kushtetut, ndryshe nga ato që duan të imponojnë parlamentit nga jashtë, ne patjetër që duam ta çojmë këtë vend në zgjedhje të parakohshme. Çfarë bën zgjedhjet e parakohshme? Zgjedhjet e parakohshme e detyrojnë duopolin PD-PS të përbadhen për herë të parë me një pol të tretë për një grupim gjithëpërfshirës, prandaj quhet kuvend kombëtar qytetar.